Hej, miqtë mi më të mirë në botë! Ju përshëndes të gjithëve në këtë të shtunë. Ju nuk më besoni, por do ju them se unë mezi ju prisnja. Mezi prisnja onën që të takoj ju. Jeni miqtë më të mirë në botë. Jam e fat që në shtëpisën tonë të vogël, në rreth të Shekorça, vinë kaq shumë fëmijë të mirë të talentuar. Përshëndetje nga unë. Po, vërtet, ne jemi me shumë fat që u kemi ju. Ky emision na afron më shumë e fëmijët, na bën të kuptojmë botën e tyre, ëndrat, dëshirat dhe pasionet që ata kanë. Është shumë bukur të jesh gjithmonë fëmijë. Edhe Çamarokë ka pasur plot këtu o pumbi. Edhe ata na duan shumë, sepse ose unë ju ngjaj atyre, ose ata më ngjajnë mua. Po si, mo Pimbi, po sa të tjerë kanë ardhur dhe kanë treguar për librat e tyre që ndihmojnë prindrit në shtëpi e shumë gjëra të tjera. Ja, ne sot për shembull do flasim për ndihmën që duhet dhënë në shtëpi, se sa punojnë fëmijët dhe a duhet të punojnë fëmijët. Si thua ti o Pimbi? Unë them për veten time, mos flas fare më mirë, po le të dëgjojmë fëmijët se ç'kan për të na thënë. Ej, Jani Kalamaja! Ej, Jani! Ua, sa sy dhe vlog të bukura që paske. Do më thuash pak, cila është ngjyra jote e preferuar? Roza. O Roza, po e mbri si e ke? Aurora. Aurora! Ua, sa e mbri veçantë. Fiksi një personazh tek prallat. Faleminderit. Të falat të kesh, mirupafshi! Mirupafshi! Pafshim. Përshëndetje, unë quhem Marko Kostrueci dhe jam 9 vjeç. Marko, unë jam Pimbi dhe jam, nuk e mbaj mend sa vjeç, po jam në klasë të dytë. Kurse unë jam Pumbi. Marko, më thuaj ushqimi tënd i preferuar kush është? Kërnacja. Kërnacja, oj sa bukur do ham pastaj kërnace. Mirupafshi! Përshëndetje, unë quhem Lisiana Azure dhe jam 9 vjeçe. Përshëndetje, bukuroshe, do më thuash cila është pralla jote e preferuar? Borbardha dhe shtatxhuxha. Oj sa bukur! I ngjan borbardhës ti, është punëtore ajo? Po. Kur të mbaroj emisioni të ma tregosh mua që të fle pak gjumë. Faleminderit, mirupafshi! Mirupafshi. Përshëndetje, unë quhem Elvin dhe jam 9 vjeç. Përshëndetje, Elvin, do më thuash pak cili është shoku yt më i ngushtë? Enea. Mos është Pimbi? Apo Pumbi? Pimbi. Pimbi, jupi, sa bukur! Faleminderit Enea, mos thuaj me mësimet si shkon. Cila e të pëlqen më shumë? Gjua. O, sa pëlqen bukur! matematika. Mirupafshi! Pafshim. Përshëndetje, unë quhem Kristela Mos dhe mos- jam 9 vjeç. 9 vjeç. Mos je kësull kuqja je. Jo. Po çfarë bën në kohën e lirë ti? Unë në kohën e lirë luaj me shoqet. O, sa bukur, po bashkë luajmë pastaj. Po, Sa mbaroj emisioni? po. Sa qejf. Si kuqja është. Po, edhe kjo e kuqja i shkon shumë. Mirupafshi! Mirupafshim. Përshëndetje, unë jam Sindi Shore, jam 9 vjeç dhe jam në klasën e 4. Më pëlqen shumë të lexoj libra. O, sa bukur. Ua, sa bukur. O Pimbi, po në emision e pas kemi një princesh. Sindi, do më thuash pak cili është libri jot i preferuar? Nata e ninjave. Sa Kjo është princesha e trëndafilave më duket, se pas ka dhe një trëndafil në fustan. Po, vërtet. Mirupafshim. Bye! Përshëndetje, unë quhem Josif Dono dhe jam 9 vjeç. Në kohën e lirë më pëlqen të luaj me shokët loja elektronike. O, sa bukur. Vërtet shumë bukur. Po mirë, po në shtëpi, ndihmon prindin me punën e shtëpisë, me larjen e enëve apo krevatin, e bën vetë? Po. Bravo, që Shumë ke mirë. djalë punëtor. Mos thuaj cila është lenda jote e preferuar. Matematika. Po ndonjë pasion a ke? Basketball. Basketball, sa bukur, do luajmë pastaj kur mbaroj emisioni. Po lojta me ty unë të mundë. Do atë do ta shikojmë. E ta shikoj. Po më mundëm do të thres mamin e ta shikosh ti pastaj. E bas. Aq, mirupafshi. Përshëndetje, unë quhem Aelia dhe jam 9 vjeç. Aelia, më thuaj, a e ndihmon në prindrit në punët e shtëpisë? Po. Më thuaj diçka bën konkrete, çfarë bën? Lexoj. Oh, sa bukur. mirë. Cili është libri tënd i preferuar? Çapaçuli. Çapaçuli. Po ti, je çapaçule si Pimbi apo je vajzë punëtore dhe rregull, si unë? Si ti. O, sa bukur.
Faleminderit që erdhe në emision, është pinë tonë. Mirupafshim. 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 Të gjithë po na ledatojnë, sa qejf. Përshëndetje, unë quhem Ajla Koleci dhe jam 9 vjeç. Jam në klasën e 4. Përshëndetje Ajla, do më thuash pak cila është ngjyra jote e preferuar? Ngjyra Leila. Dërsa imja është ngjyra e qiellit. Po cila ngjyrë më Pimbi? Ajo ngjyra e kaltër. Në rregull. Kejna ti, më thuaj, çfarë ke sot për drek? Sot për drek kisha supë. Sup më ka marrur do pi dhe unë pastaj. Mirupafshim. Përshëndetje, unë jam Libera dhe jam 10 vjeç. Libera, sa emri Sa emri veçantë. veçantë, vërtet. Dhe bukuroske një princesë. Libera, do më thuash pak cila nga punët e shtëpisë të duket ty më e vështira ose ajo që s'do ta bësh fare për fare? Nuk kam asnjë punë që s'dua ta bëj. O, sa punëtore Ti je punëtore. Ti lumtë, do vishte më ndihmosh edhe mua të shkoj krevatin në mëngjes. Patjetër. Faleminderit. Më thuaj cila lëndë të pëlqen ty në shkollë. Matematika. Po çfarë pasioni tjetër ke? Kam pasion shumë të vizatoj. Sa bukur, do më bësh mua një pikturë. Po vetëm mua të lutem. Patjetër. Po dhe faleminderit. Dhe ty. Faleminderit. Ha ti mos dëgjosh gjë ti. Mirupafshim. Mirupafshim. Një përshëndetje për të gjithë ju miqtë e vegjël, por dhe të rritur, të cilët tashmë jeni ulur përpara ekranit të RTS dhe po na shihni në këto momente nga shtëpiza jonë e vogël dhe ngrohtë e Pimbit, Pumbit dhe miqve të vegjël. Një përshëndetje për të gjithë fëmijët që un kam në studio. Mirë se keni ardhur. Përshëndetje fëmijë. Megjithëse këta nuk janë të panjohur, kanë ardhur dhe disa herë të tjera, por tashmë janë pak më të rritur, janë klasa e 4 në shkollën Demokracia me mësuese Monika Azislaren. Japim një përshëndetje mësueses. Atëherë, si gjithmonë, unë dua të falenderoj Tean për prezencën e saj. Përshëndetje Tea. Përshëndetje Pimbi Pumbi, si kaluat? Si kaloi fundjava? Jemi kënaqur. Po, jemi kënaqur me të vërtet shumë. Unë kam pasur kohë të lexoj libra, po të ndihmoj dhe prindit me punët e shtëpisë. Sa bukur. Po ti Tea, çfarë mund të na thuash? Ju përshëndes të gjithëve në këtë të shtunë të ftohtë tetori, por kur jemi të gjithë në këtë ambient, zemrat tona ngrohen dhe ne kështu harojmë vjeshtën dhe dimin që kemi përpara. Sot do të flasim për rëndësinë e punës në familje nga ana e fëmijëve. Në disa familje pritet që fëmijët të bëjnë punë shtëpie, si të gjithë këta fëmijë që kemi në studio, dhe pa u ankuar, ndërsa në familje të tjera presin më pa nga fëmijët e tyre dhe nuk kontribuojnë dhe aq për këtë. Studiuesit e shohin këtë prirje sidomos në vendet perëndimore, ku fëmijët priren më shumë të përfitojnë se sa të kontribojnë. Po ti si mendon, a janë vërtet e rëndësishme punë të shtëpisë, jo vetëm për mirëmbajtjen e saj, por dhe për zhvillimin e fëmijës? Si mendon ti Pumbi? Po, unë mund të them se disa prindër ngurojnë të japin punë shtëpie fëmijës, sidomos po të ketë një javë goxha të ngarkuar me detyra shkolle dhe me aktivitete jashtë-shkollore. Por, shqyrto dobit që vijnë nga punët e shtëpisë. Ato ndikojnë te pjekuria e fëmijës. Fëmijët që bëjnë punë shtëpie ka të ngjarë të bëhen nxënës më të mirë dhe kjo s'është fare çudi, sepse zhvillojnë siguri, vetdisiplinë dhe vendosmëri, cilësi thelbësore në procesin e të mësuarit. Po ti Pimbi, ke ndonjë mendim apo? Forca Pimbi. Edhe mua më ka mësuar. Po hajde. Edhe mua më ka mësuar disa gjëra gjyshja. Çfarë të ka mësuar? Gjyshja Rusha. Për shembull, Punët e shtëpisë nxitin unitetin në familje. Prej tyre fëmija kupton jo vetëm sa është pjesë e çmuar e familjes, por edhe se japin shumë rëndësi aktiviteteve jashtëshkollore se punëve të shtëpisë. Pyet veten, ç'do vinë nëse fëmia krijon një lidhje të fortë me skuadrën e futbollit, por humb lidhjen me skuadrën e familjes. Po, keni të drejtë. po ju fëmijë si mendoni? Si mendoni njerëz? Forca bukuroshe. Shojmë te kamera drejt dhe më thuaj, sa Çfarë e bën në rëndësishme është të bësh punë shtëpie pavarësisht se ju thatë që jeni në klasën e 4, por kjo nuk do të thotë që çdo gjë në shtëpi ta bëj mami apo gjyshja apo babi. Duhet të kontribojmë edhe pak, apo jo? Po, punët e shtëpisë janë shumë të rëndësishme për të bërë, por nga disa dhe ne nuk mund të bëjmë disa. Sepse disa mund të lëndohemi dhe disa nuk mund të punojmë shumë. Për shembull, çfarë është një gjë e lehtë që ti e bën çdo E ditë? bën. Të lajenët ose të shishpin. Andra çdo mami, lajenët. Të paktën do mund të ndaj rregullon apo jo? Po.
Kjo ka rëndësi. Kur të mbaroj buki, do vështi lash ato emotive të lutem. Do ta shkosh ndihmosh pak Pimbin? Patjetër. Faleminderit. Japi mikrofonin Josifit. Josif, çfarë mund të thuash ti zemër, megjithëse të themi të drejtën, vajzat janë ato që bëjnë pak më shumë punë shtëpie se sa djen, pasi pjesa më e madhe kanë mendjen për të ikur. Ti për shembull që the kaloj kohën duke luajtur me ato lojra teknologjike, ndihmon do pak mamin apo jo? Mamin se kam, po ndihmoj babin. Shumë mirë. Po të lutem, të pëlqen të lexosh, sepse ne tham që tetori është i gjithi një muaj kushtuar letërsisë. Kështu që ne do të flasim dhe për librin. Josif, çfarë libri të pëlqen të lexosh? Të pëlqen aventurat, romanet, poezit, tregimet, çfarë të pëlqen? Ralla. Tregimet realiste. Çfarë të pëlqen e tregimet? Është që tregojnë shumë gjëra të mira. Ndodh një gjë e keqe në fillim, pastaj në fund ndodh një gjë e mirë. Po, domethënë libri i cili nis me një ngjarje jo të këndshme, në fund ka një zhvillim shumë të bukur dhe fundi është i lumtur. Aha. Japi mikrofonin kësaj shoqes. Josif, ta bëj një pyetje? Po, ja ka pumbi një pyetje Josif. Me cilin personazh të filmave ose të librave mendon se ti ngjan më shumë? Jo ai shumë. Me Pimbin. Ngjan me Pimbin ai. Ngjan me Pimbin sepse nuk ka lojra. Po. Atëherë kemi këtë bukuroshen, shohim nga kamera drejt. Ti çfarë mund të na thuash? Bëjmë një ndërthurje mes punëve të shtëpisë, por edhe çfarë bën në kohën e lirë, pasi ke mbaruar punët e shtëpisë? Unë në kohën e lirë ose lexoj libra, ose vizatoj, ose dal shëtitje, ose shikoj filma vizatimor. Atëherë, Majla, të lutem, ti na përmende që ke shumë filma vizatimor që ke parë, ke lexuar libra, ndërmjet gjithë atyre që ke lexuar apo ke parë, cili është personazhi që të pëlqen më shumë? Qoftë libër apo film? Libri i Hajdit. Hajdi, pse të pëlqen Hajdi? Sepse është një vajzë që jeton në mes maleve, nuk ecte dot. Ndihmon shoqen e saj, e cila nuk ecte dot. Po. Të London, ty të pëlqen altruizmi dhe zemërgjërësia e Hajdit. Po ti ndihmon shoqet e tua kur kanë nevojë? Po. Të lumë. Shumë bukur. Ne duhet t'i ndihmojmë gjithmonë shokët dhe shoqet. Po prindrit i ndihmon në shtëpi? Po. Shikoj, edhe Pumbi ndihmon, kështu që të lumt. Po ma kush do ndihmoj? Kush do ta ndihmoj atë dembelin? Të gjithë dalin vullnetar për ty. Të gjithë dalin vullnetar për ty. Duhet të mësoj që ti bëj vit. Pimbi duhet të mësosh të bësh vet. Ja japi mikrofonin Sindit. Sindi. Shojmë te kamera drejt. Sindi, përpara se të flasim për punët e tua, me jam e sigurt që bën punë. Ne kemi një libër. E ke bërë ti? Po. Për çfarë flet ky libër? Ka shumë thënie të shkruara. Shumë thënie. E shohim pak dhe shohim Sindin e cila do të na e lexoj. Është shëndeti i mendjes. Është shëndeti i mendjes. Të jep krah për fluturim. Sindi, ulemi përsëri atje zemër dhe i lexojmë, sepse dukemi më bukur dhe na kap kamera të gjitha. E mbajmë. Lexoj. Ose ulim më mirë në tavolinë dhe i lexojmë. Është shëndeti i mendjes. Është libri, po flasim për librin apo jo? Për librin. Është shëndeti i mendjes. Vazhdo. Të jep krah për fluturim. Të lumt. Udhëtim në kohë. Të lumt. Të zhvillon imagjinatën. Sa bukur. Shumë e vërtet. Aventurë, argëtim, edukim. Po. Të jetosh me personazhet e autorit. Sindi, cili është personazhi yt i preferuar? Bambi. Përse? Sepse mamaja e tij sakrifikoi jetën e saj për ta. Shojmë drejt. Po, të lumt. Pimbi, ke ndonjë pyetje? Po, ka dhe unë pyetje. Forca Pimbi. Pa më thua jo Sindi, ku është ndryshimi të lexosh një libër dhe të ta lexoj një libër? Kur lexon Se një mua më libër, pëlqen të ma lexojnë. kur lexon një libër aktivizohen të gjitha shicat, ndërsa kur ta lexojnë ti vetëm dëgjon. E po kështu nuk më zaj gjumi mua, qofse lexoj vetë se lodhem. Duhet mësosh, duhet lexosh sa më shumë libra. Okej, faleminderit. Sindia, ka lënë mikrofonin shokut? Unë shoh që ti ke një vizatim këtu. Çfarë përfaqëson ky vizatim? Për librin. Që libri ynë është shoku ynë i ngushtë. Shoku ynë më i mirë. Libri është shoku ynë më i mirë. Jo. Që të lexosh? Po. Sa libra mund të kesh lexuar?
Këtë Një vit për tet. shembull. Një tet. Cili është libri jot i preferuar nga këta? Qapaçuli. Librin e Qapaçulit unë e kam dëgjuar edhe te disa fëmijë të tjerë të cilët e kanë pëlqyer. Çfarë të pëlqen më shumë tek Qapaçuli? Që Qapaçuli ishte gazmo. Ka histori gazmore. Shumë histori mirë. gazmore. Ja japi mikrofonin Aelias. Aelia, sa e ndihmon mamin ti në shtëpi? Shumë. Për shembull, një gjë që ti e bën me dëshirë. Lajenet. Lajinet. Po, krevatin tënd të rregullon kur zgjohesh në mëngjes? Po. Sa fundore që qenke, po të bëj një pyetje. Forca Pumbi. Cila punë të duket ty më e vështira që s'do ta bësh fare, po fare? Nuk kam asnjë. Pra i bën të gjitha. Po. Të lumtë, Të shumë lumtë, bukur. të lumtë. Po një libër që ty të pëlqen, që e lexon gjithë, domethënë e lexon gjithmonë dhe me shumë dëshirë. Qapaçuli. Prap Qapaçuli. Është vërtet një libër shumë i bukur. Duhet ta lexoj. Po, do ta lexoj. Duhet ta lexoj. Ja i japi mikrofonin kukullës së bukur. Si quhesh? Lisiana. Lisiana, çfarë do të na thuash ti sot? Çfarë ke përgatitur sot? Për shembull për një libër që ke lexuar, një përmbajtje, sepse ju e keni bërë në shkollë Shkrimtari Ndritëro Agolli? Ja. Jo, Shkrimtari Ndritëro Agolli në 13 tetor ka ditën e tij të lindjes dhe për poetët, për shkrimtarët, për njerëzit e letrave gjithmonë kujtohet një datë, është gjithmonë ajo e lindjes. Prandaj gjithë tetori i kushtohet Ndritëro Agollit, i kushtohet letërsisë. Por ndoshta në klasat pak më lart, besoj se do ta bëni. Atëherë, të pëlqen të lexosh? Po. Sa libra ke lexuar? 9. 9 libra. Cili është libri tënd më i preferuar? Ja Pimbi, Forca. Gabimet e veshkaushit. Gabimet e veshkaushit. Përse të pëlqen ky libër? Sepse ai bënte shumë gabime. Nuk gjeje dot ndonjë libër tjetër. Po gabimet e Pimbit. Kush do t'i botojë në një libër? Kush do t'i shkruaj gabimet e Pimbit? Shiko, dolën vullnetare vajzat. Dolën vullnetare vajzat. Shkruajnë gabimet e Pimbit. Jo të Pumbit, të Pimbit tham. Sindi ta tregoj unë pastaj. Ka gabime. Në rregull. Ja kalojmë mikrofonin Princesh Aurorës. Shumë flokë të bukura. Me një ngjyrë interesante flokësh origjinale. Po. Aurora, të bëj një pyetje? Po. Prindrit ti inkurajojnë të punosh, pra të bësh punë shtëpie, apo thon, lere se e bëj unë. Më inkurajojnë. Ndërsa mua më thonë riri se lodhesh ti. Se je i vogël. Në kohën e lirë, Aurora, nuk merresh me telefon apo jo, bën punë shtëpie dhe lexon libra. Po. Cili është libri që ke lexuar? Shkolla e një brishave. Është ky libri këtu shkeni në tavolinë apo jo? Shkolla e një brishave. Ja e shohim dhe librin edhe kopertinën. Çfarë të pëlqen më shumë në ky libër? Kopertina. Sepse flet për magjin dhe kam shumë qef libra që flasin për magji. Të lumtë. Të lumtë, shumë bukur. Dhe ti me xixa që je veshur sot duket sikur të kanë hedhur plush zanash nga koka në këmbë deri te gjetat e bukura. Faleminderit. Ja japi mikrofonin shokut. Përshëndetje, unë jam Marko Kostreci, vjen 9 vjeç. Të lumtë Marko, më thuaj pak. Bën punë shtëpie ti? Po. Shohim drejt te kamera. Cila është gjëja që e bën me shumë dëshirë? Që luaj me shokët. Në punë të shtëpisë. Në punë të shtëpisë, ndoshta të ngresh krevatin tënd apo të heqësh pjatën tënde nga tavolina? Të ndihmoj mamin. Të lumtë. Bravo, më bëhet çefi që edhe djem të punojnë. Po libra lexon ti, Marko? Po. Cili të ka pëlqyer më shumë? Mu mirë në mëngjes. Të lumtë shumë. Ja japi mikrofonin një kësulkuqe, edhe Pimbi me Pumbin i tha në fillim që Kristeli ishte si kësulkuqe. Faleminderit. Besoj se nga syçkat e bukura duke që je vajzë që lexon apo jo. Pimbi, Pumbi, keni ndonjë pyetje? Po, kam unë një. Forca. Kristel, të pëlqejnë më shumë punët në shtëpi apo punët në klasë? Edhe punët në shtëpi, edhe punët në klasë. Jeni ju nga ata nxënës që ja bëni mësueses klasën në rëmuj duke hedhur letrat në për klasë? Jo. Jo. S'po ju vjen zëri, ndaj më thoni pak po apo jo? Ato timet bien gabimisht. Ja. Gabimisht. Ka mundësi që plera të bien gabimisht? Jo. Jo. Nuk bjen me magji, po nuk jozëm ne, nuk bjen. Por që ne kemi gjithmonë një trazavac që quhet Pimbi dhe gjithmonë kjo studio është pothuajse pak rëmuj kur mbarojmë. Po, shumë e vërtetë. O Jonida, kam një pyetje për të gjithë fëmijët. Po, ja të përgjigj Kristeli me qenë se ka mikrofonin.
Të gjithë thoni që i ndihmoni prindit në shtëpi. Po, ndonjëri nga ju, a i pëlqen të gatuaj, a ndihmon në gatim? Po, Apo e gjeni të gatshme bukën? dhe një herë edhe gatuajnë vetë. Çfarë gatuani? Çfarë gatuan? Një ushqim që të pëlqen. Për shembull, gatimi im i preferuar është tavata sepse ha më shumë nga të gjitha. Të lumt. Shumë mirë, shumë mirë. Për drejt jemi nga ty. Jemi në një situatë shumë të bukur. Situata është e tillë. Dikush bën rëmuj dhe të shohim se si do të reagojnë fëmijët. E ndjekim situatën me Pimbi Çamarokun. E ndjekim. O bobo more Pimbi, po çfarë ke bërë? Ç'është gjithë ajo rëmuj? Si kemi thënë ne që duhet ta mbajmë pastër ambientin? E po, ka bukë pa mbersërime. Po aja buku një shkreti që të bëj. Të ngordhurije. Jo, ti thjesht duhet t'jesh i kujdesshëm, të mos i hedhësh plerat për tokë. E po ato bjen vetë që të bëj unë një shkreti. Jo, asnjë pler nuk bie, vetë në qoftë se ti nuk e hedh atë. O bo, po vjen mami. Kalamaja ju dhe do më dimoni të pastroj pak këtu se... Fëmijë, po si thoni ju, këshillojeni Pimbin, a i ka bërë gabim. Pimbi, ti nuk duhet t'i rëzosh plera tënde. Më vjen keq, po, që të bëj unë një shkreti. Po Pimbi, Mashe, për të rregulluar gabimin, mblidhi plerat bashkë me shokët dhe shoqet. Faleminderit të mi që më ndihmuat. Faleminderit. Shpëtova. Pimbi, do na premtosh që këtë gabim nuk ke për ta përsëritur më? Nuk do ta përsërit. E dëgjuat fëmijë? Faleminderit të mi Se që më bëjmë këtë ndihmuat. gabim. Mirupafshim. Ne do të kalojmë në pak mund ta publiciteti dhe do të rikthehemi sërish. Jemi rikthyer përsëri me lojën. Ju e dini që ne kemi ndryshuar pak format, kështu që këta janë klasë pak më e rritur, sesa ata të herës së parë që ishin klasë 3, ndaj do të bëjmë një lojë tjetër. Fëmijët kanë nga një fletë të bardhë dhe një stilolaps. Do të shkruani një fjalë. Secili grup të mendojë një fjalë. I heqim pak këto që keni këtu dhe të keni mundësinë të shkruani. Opa, si ndi vendose këtu. Atëherë loja është kjo, më dëgjoni me vëmendje. Ju do të shkruani një fjalë duke u konsultuar si grup. Me grupin. Më pas, secili grup ka 2 ose 3 mundësi për të thënë fjalën me mënyra të ndryshme, për shembull mund të jetë frut, mund të jetë qytet, mund të jetë shtet, mund të jetë veshje, mund të jetë personazh, mund të jetë kafshë Ose patate. ose patate. Dhe do ta thoni me 2-3 përshkrime cila skuadër do ta gjej e fiton pikën ajo. Në rast se skuadra tjetër nuk e gjen, pika kalon automatikisht tek ju. Më kuptuat? E kuptuat lojën? Kjo, secila skuadër ka 2 alternativa, por një do ta thot njëra, njëri tjetra, në mënyrë që të balancojmë. Atëherë, 1, 2, 3, shkruani fjalën. Shpejt. Shkruani fjalën pa e marrë vesh grupi tjetër, konsultoni me Mos të kujdes. risni që mos ju dëgjoj grupin gjitur. Forca, mundet të jetë veshje, mundet të jetë frut, mund të jetë qytet, mund të jetë shtet, patate, mund të jetë stin, mund të jetë kafsh, mund të jetë planet, mund të jetë çfarë do lloj gjëje që ju thot mendja ju, mund të jetë orendi. Kështu që edhe 5, Mund të jetë 4, 3, 2, 1, 0. Grupi këtu u bë gati i pari. Cindy, e fshejim që mos na i shikoj konkurenca. Atëherë, ta shoh pak unë dhe fillojmë japin. A e Shumë e grupi bukur. Teas. Po haruam të ndajmë skuadrat. Atëherë, grupi Teas, grupi Pimbi dhe grupi Pumbi. Grupi Pumbi, turra, Atëherë, Grupi Pimbi do fitojë. grupi i parë, grupi Teas, kush do t'ja shpjegoj skuadrave me 2 fjalë ose 3. Që përshkruan atë apo fjalën. Aurora, forca. Nuk do themi fjalën, po Jo diçka. fjalën. Forca Aurora. Është veshje. E veshim kur kemi festa Dhe një tjetër dhe mund të jetë Me ose ngjyra e të gjatë. ndryshme. ose e shkurtër. Po. Atëherë, çfarë mundet të jetë? Fustan. E tha
E tha para Cindy, po. kështu që ishte fustan në rregull. Që kështu Një pikën e fiton. Fitore, skuadra e Pimbit. Edhe Pimbi e gjeti vet. Shohim pak fjalën tënde të lutem. Ju dy grupet e tjera të vëmendshme. Vazhdojmë. Jep ndihmat e tua, Cindy. Është shumë e shitshme. Shumë e shishme. Çfarë është? Jo. Jo, do Është e vogël. E vogël. Edhe një tjetër, e shishme. Dhe e duan të gjithë fëmijët. E duan të gjithë fëmijët, të lumë, Cindy. Keku, çokolata. Një sekond. Po. A njoj kini parë o jeni shumë të zgjuar? E ja shumë të zgjuar. E gjetën. E ja shumë të zgjuar. Skuadra e Pumbit. Pumbit. Një pikë shkon për skuadrën Ju e lumt. Pumbit. Mendoni për fjalën tjetër ju, sepse kemi edhe nga një fjalë tjetër. Okej. Çfarë ishte? Aha, po. Po. Një sekond, sepse s'kemi gjetur, s'kemi parë ndihmën që do t'ju jap skuadra tjetër. Tani, cilat janë ndihmat? Mikrofonin të lutem. Pastaj fjalën tjetër. Është e ëmbël, Kujdes Pimbi. ngjyri e shile dhe me fara brenda. Po, thoja. Jo. Jo. Keni edhe nga një alternativë tjetër, po? Forca. Fol, thua Jo. Pimbi. Të lumt. Darda. Pikën e merr skuadra ime. Skuadra e Teas. Pra sa jemi, me sa pikë jemi? Një dhe 0. 1 me 1. 1 me 1. Jo, një janë të gjitha. Jo, të gjithë nga një janë. Të gjithë nga një. Tani shkruani fjalën tjetër. Regjia na mbaj pak pikët se u bëm lëmsh me këtë lojë, më duket mua. 1, 2, 3. Filloni. Shkruani fjalën tjetër. Gjeni diçka pak më të vështirë, ëh? Këtu për shembull tek studioja ku jemi ne ka plot gjëra që mundet i thoni. Duke nisur që nga mikrofoni, duke nisur që nga operatorët Albani dhe Mikeli, duke nisur nga kamerat, duke nisur nga personazhet, duke nisur nga dritat, nga Pimbi dhe Pumbi. Çdo gjë. Nga Pimbi dhe Pumbi. Atëre nisëm andaj kësa radhe u ta nisim. Okej. Në rregull? Tani cila është fjala? Jep ndihmat e tua ti. Shpejt. Apo do t'japim radhën shoqes. Jepja një radhën shoqes. Po, Të lumt. Pimbi, kujdes. Është shtet. Shtet. Ka ngjyra, është i bukur. Është i madh apo i vogël? Dursi. I madh. Okej. Dhe laget nga deti. Laget nga deti. Nuk është shtet more Pimbi. Atër, forca. Shtet i bukur dhe laget nga deti. 3. Shpejt. Ka dhënë mundësi minimaliste, sepse mund të përmendte edhe një fjalë tjetër që ju direkt do ta gjeni se cili shtet bëhet. Greqia. E gjeti Pimbi. Ka shumë ishull. Sa të thojë fjalën ishull? Ishte Greqia, e fiton skuadra e Pimbit. Bravo Pimbi. Po me ndihmën e Pimbit. 2-1. Atëherë, Shkojmë fjalën? Cindy, ja japim Ailias mikrofonin ose shoku të thot fjalën e radhës? Po. Çfarë ishte? Okej. Forca Aila, me çfarë mund ta përshkruash? Është me ngjyra. Është i madh. Edhe rumbullak. Bak. Po. Jo. Forca grupi Pumbit. Pimbi. Marsi planet. Planet, si planet. Të lumt, e gjetët. E gjeti skuadra e Teas. Jemi 2 pikë. O Pimbi, zgjoni grupi Pimbi. Atëherë, ta Forca. shoh pak fjalën unë. Një sekond. Të shikojmë fjalën? Unë e di po. Ja japim shoqes. Atëherë, po. E kishit bërë me fjalë ju kështu? Është hapësirë, Është në hapësirë. është i madh, Po. Edhe një tjetër? Dhe i Prite, a mos jep ndihmë ti? 3 fjalë. Është në hapësirë, është i madh dhe dhe me ngjyra. me ngjyra. Forca. Të lumt, shumë dhe gjeti Cindy. Bravo Pimbi. Fitore Pimbi. Okej, 2-1. Pimbi. Shumë mirë atëherë, ne në fund të emisionit do t'japim medaljen skuadrës së Pimbit, të cilën mund t'japim mësueses të avari tek klasa, do të thotë që ju jeni fitues të një nga emisionet e Pimbi dhe miqve të vegjël. Shumë mirë atëherë, do kush nga ju ka dëshirë të thonë një vjesha apo një përshëndetje? Ka dëshirë të thonë vjesha, përshëndetje, poezi. Cindy, po ju doni të bëni ndonjë përshëndetje? Dikush nga ju? Dini ndonjë vjesh? Aurora, një përshëndetje Aurora, forca Aurora, shpejt e japim Cindyt. Një përshëndetje. Përshëndetje për mësuesen ton.
Ka sot harroni dhe e sigur jo t'i thoja mësuesit të herë mos ju pranon të në shkollë. E sigur. Forca Sindi, një përshëndetje. Përshëndetje mësuese. Përshëndetje mësuese. Forca japim Josifit. Forca Josifi, një përshëndetje. Përshëndetje për mamin tim. Përshëndetje. Përshëndetje mami. Atëherë, ne ju e dini që në emisionin ton ne kemi dhe një prall shumë të bukur të interpretuar me mjeshtëri nga zëri ngrohtë i Desdemona Mehmetit. E dëgjojmë pak se kë prall ka zgjedhur ajo kësaj radhe, e sigur që është nga Odisej Grillo. E ndjekim. Mirë se ju gjeta të dashur voglush, po sa shpejt që shkojnë këto ditët, si duket juve ju merr malli shumë për mua, po dhe mua sa shumë më merr. Dhe ja ku jemi përsëri bashk. Këtë radhë do t'ju tregoj një prall të bukur, shumë të bukur. Do ma vini veshin mirë, do më dëgjoni me vëmendje. Mirë, ja, fillojmë. Gabimet e veshkaushit. Rezet e diellit hynë në dhomën ku po flinte veshkaushi. Ato e verbuan dhe ai i fërkoi sytë dhe u zgjua. Pare the rotull, po nuk ishte as njeri, as vëllezrit, as motrat, as prindrit. Atëre veshkaushi u mendua dhe tha, kanë shkuar të marrin gjethe sallate. Sa kujtoj sallatën, goja i lëshoi lëng. Dente të shkonte, donte, po ishte larg. Unë do fletha, le të sjellin ata gjethe sallate. Po pastaj u mendua dhe vrap u ngrit në këmbë. Do shkoj dhe unë tha. Ec, befas pa një ketrush i cili po hante stika. Sa e pa veshkaushi u gëlltit. O bishfshes, a luajmë bashk? Mo ketrush, luajmë bashk. Ketrushi e la boqën e shpishës dhe i tha, së pari më thuaj mirë mëngjes, së dyti unë nuk luaj me ata që kanë frikë nga uji. Veshkaushi u mendua një çast. Pse më tha bishfshesa kështu? Unë notar nuk jam, po dhe nga uji unë nuk kam frikë. Eci më tutje. Dikush po lëkundej në një kolovajs. Veshkaushi u afrua. Ishte një riq. Ai po lëkundej mbi këtë litar sa një degë në tjetrën dhe si ndenjë se kishte vënë një jastëk. Sa qef kishte veshkaushi të lëkundej në të. A të vi të luaj dhe me ty o gjëmbaç? I riqi vazhdoi të lëkundej mbi shilarës dhe tha, së pari më thuaj mirë mëngjes, së dyti emrin e kam Gjëmbëshumi, e jo gjëmbaç. Ty të pëlqen të thrasin kaush? Dhe së treti, unë kam frikë dhe nuk luaj me ata që kanë frikë nga uji. Veshkaushi kroi kokën dhe mendoi, unë marinar nuk jam, po nga uji nuk kam frikë, përse mi thonë këto fjalë mua? Duke ecur, arriti në breg të lumit. Aty po laj Rosak Topolaku. Kokën e fuste në ujë e bishtin e ngrinte e lartë. Pastaj përplaste krahat, duke ngritur qindra stërkala që shkëlqenin në rezet e diellit. Atë vi dhe unë të englendisem me ty o Topolak. Rosaku shkundi krahat dhe ju përgjeq. Së pari më thuaj mirë mëngjes, së dyti mos përdor fjalë tuaja, po fol me gjuhën e nënës. Ne nuk themi englendisemi, po themi luajmë. Së treti, mëso të flasësh. Mua nuk më quajnë Topolak, po Topopopolak. A të vjen mirë ty të thrasim veshkaush? Së katërti,
Unë nuk luaj me ata që kanë frikë nga uji. Veshkaushi u bë të hidhej në lumë nga inati. Edhe Topolaku i tha të njëjtat fjalë si ke trushja i riqi. Po, unë nuk kam frikë nga ujut, do që t'hidhem qysh tani në lumë. Topolaku nuk u përgjigj, po u krëth në ujë, duke tundur bishtin për pjetë. Veshkaushi i ku i menduar. Pse i thoshin të gjithë se kishte frikë nga uji? Vrau mendjen, po nuk e gjeti dot. Prandaj shkoi te mësuese Mjelma dhe e pyeti. Mësuesja i tha Veshkaushit: "Pse nuk u thua mirëmëngjes shokëve, Veshkaush? Pastaj ti akoma nuk i ke larë syt. Si mund të luajnë shokët me një shok të papastër si ty?" E pa vete në ujë, si në pasqyrë. Sytë i kishte të bua vitur, faqet me njolla djerse, cepat e buzëve me shkum të bardhë, edhe gëzofin e kishte të zhubra vitur. Sa të drejt kishin shokët që nuk e pranuan të luaj me ta. Gjersa ky nuk ishte larë, do të thoshte që e kishte frikë ujin. Veshkaushi nuk priti shumë, po vrapoj tek burimi. Lau syt, faqet, veshën, freskoj lërët, qafën, pastroj dhëmbët me fushë dhe gëzofin që ishte rudhur, dhe nisi të takonte bishfshesën. E gjeti tok me gjëmbashumin, Topolakun duke mbledhur lule. "Mirëmëngjes, shok të dashur!" thiri Veshkaushi. "Mirëmëngjes, se mi si erdhe!" u përgjigjen tre shokët. "A mund të luaj unë me ju?" "Me gjithë qef," i than ata, dhe nisën të luanin të tre së bashku. Praza jo mbaroi. Nëzorët mësim e prej kësaj prale. Sa ngrihemi duhet të lajmë syt. Kur kthehemi nga shkolla duhet të lajmë duar, të ndrojmë rroba, të veshim rrobat e shtëpisë. Asgjë nuk duhet të prekim me duar të palara. Të dashur voglush, keni parasysh këto këshilla. Përshëndetini shokët, mirëmëngjes. Përshëndetini prindrit, përshëndetini banorët në një pallat ku jeni, mirëmëngjes, mirëdita. Dhe ata punëtorët që punojnë në rrugë, që punojnë në kopshet, në parkun ton, ju thoni puna e mbar. Këto janë fjalë të magjishme që secili duhet i përdor nga ne. Ju përqafoj të gjithëve. Mirupafshim të shtunën tjetër. Mirupafshim. Kemi ardhur kështu në fund e emisionit Pimbi Pumbi dhe Miqtë e Vegjël edhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj të gjithëve që keni qenë pjesë e këtij emisioni dhe ju ftoj që të gjithë fëmijët që kanë dëshirë të vinë në këtë emision, mjafton të shkruani emrin dhe numrin e telefonit në inboxin e RTV Korçës ose tek numri i cili shfaqet në ekranin e RTV Korçës. Gjithashtu, më lejoni të falenderoj edhe butik Natayla e Ailin Ana, e cila ndodhet tek Bulevard Republika për veshjen time. Faleminderit Thea, faleminderit Pimbi Pumbi, faleminderit Kalamaja. Faleminderit. Japim një përshëndetje të gjithë fëmijëve që po na shohin. Mirupafshim. Takojmë të shtunën e ardhshme.